kam karburant që unë gjej vëndin atje në 200 milion lek dhe kush e di kur do më jep. Unë nuk jam pa letra, jam me letra. Kam një pronë me një fjellë që më bën x lek. Nuk ki dua ato. Hajde këtu lam, je përgjigje dhe. Si mund më vret mua ti më pushkaton mes të rrugës. Në pronë time me një fjellë me presi me një fjellë në shtetit të bëj investime me një fjellë për këto biznese që janë, jo të vindë në avën kazë më këtu me një fjellë që nga pushkatojnë. Edhe ik për 3 ditë, si jam kundra me një fjellë prishes, absolutisht me një fjellë. Po për 3 ditë me një fjellë nuk më përzët dot. Vetë po më pushkatove, me fëmi, me ka të ndi me i fjellë, letë vitë në avrasjeve. Edhe ju po keni ma përsi për të në avrisni, hajtë në avrisni. Ne me i fjellë, të pro me i fjellë nuk, po e mbaj me dhunë, shteti me i fjellë, mund të na i marri si të dojë. Nuk është pronë e 30-ës, nuk është e bërtania. Me kryetarin e bashkisë i vemi atje me i fjellë, vete më shjetë. Ve me kapi me i fjellë tek makina, vete denanson. Po ne me i fjellë, me dhunë, në shdo kërë me i fjellë, ne zdim ku të vemi. Nuk dim, dalim në rrugë me i fjellë, shoqëroj pronarin dhe hajde prishe. Po hajde na merrni, na çoni në burg. Hajde, unë e kam më kollaj me vjen, më çoni brenda dhe ma prishni. Se këtë pro nuk e shikoj dot me sy me vet, ma marri kështu. Dhunë me fjellë. Ai kryeministri ka qenë këtu, ka qenë 14 me 10 me fjellë që ka ardhur çdo javë me fjellë këtu. Ja, të vi këtu siç ka ardhur me fushata që ka bërë. Të vi këtu të më japi llogari dhe mua, të më thotë, kjo do prishet për këtë arsye dhe ti do marrësh këto. Valla, të vi kryetari bashkisë, valla. Të vi një përfaqësues të më japi firmën. Asnjëri me fjellë, mos japi një llogari. Kryeministri të vi. Ik për 3 ditë, po çaj jam në. Të bëjmë porim në vend me fjellë pushtues me fjellë, ne jemi në vendin tonë, se po të ishte kishim investuar lekët në vend tjetër. I kemi me fjellë ka pa taksu fëmijët e gratë aty, edhe di na shilluan me fjellë, na i vranë, na i pushkatuan aty. Menduan se kishin gratë, po se ju me utomi Të vi këtu, ai që të përfaqëson, ai që të fut ty me keq. Hajde valla, ju po vini te ne. Unë po të them, në rast se kryetari i bashkisë nuk ka mundësinë me i fjellë të takoj dhe juve bashkë me mua siç më ka. Unë i kam kap në makinë dhe më ka denoncuar. Dhe më ka denoncuar që pse vin më kap ai në rrugë do, i thot bodyguard dhe ai po di pse e letët. Pse me bodyguard a bëj ai? Unë i kërkoj me i fjellë të ulet të sqarohet se kam një pronë me i fjellë që më bën x lekë valla. Unë këtu kam ardhur me i fjellë fëmijë dhe jam 43 vjeç sot. 43 vjeç me i fjellë nuk vin dot më vras ai sot do të ik. Na ky vend se po të isha me i fjellë ikja që urisha fëmijë. Jo të iki sot me i fjellë 43 vjeç. Jemi 5 veta me i fjellë, me na 4 janë 20 fëmijë aty. Ku do i çojmë ne me fjellë, 43 jam unë këtu me i vogli, më i madhi 62 vjeç. Do dalim me i fjellë të vëm të bëjmë kamaririn tani. Të vëm të bëjmë me i fjellë punëtorin e hormonit se do shefi kryetarit bashkisë, do shefi kryeministrit me i fjellë këtu. Të vjen valla, janë dakord, po erdhën ata me i fjellë dhe të tonë, siç po flisni ju, ja ku i kanë dhe letat do i prishim, do ikim ne në rrugë valla, do dalim. Do deri të negociojnë me. Jo të vinë dhe na vrasin me i fjellë si pas shefit do. Gati në shkresë për të prishur objektin, sa vite ka ndërtuar kjo objekt pikërisht në këtë zonë dhe pse e keni ndërtuar? Ky objekt me i fjellë është nga më të vjetrit në Vlorë. Dhe pikërisht ne si vlorënjat që jemi me i fjellë dhe e dinim se si funksionon dhe ky lokal, kur doli na qeveria me i fjellë, që ushit ne si vëllezër me i fjellë, ne nduam të abrinim dhe të vazhdonim një punë me i fjellë, të investonim në këtë lloj biznesi turizëm. Dhe ky lokal me i fjellë kemi të paktën 20 vjet që ne investojmë te kjo pronë dhe duke ditur që shteti me i fjellë është i vetëdijshëm atë që na ka dhënë. Dhe ne të vetëdijshëm me i fjellë që jemi në pronën tonë kemi bërë dhe investime ndër vite. Dhe investimet tona me i fjellë jo të pakta ndash në ana ekonomike dhe në ana dhe menduam me i fjellë të investonim këto para që erdhën deri sot këtu me këto objekt. Dhe jo pak vlera që na ka vajtur me i fjellë 3 deri në 4 milion euro që kjo qeveri sot na ka sjell një flet për prishje dhe dëm shpërblimin e kësaj prishje në vlerat qesharake me i fjellë
për çfarë kemi investuar ne. Dhe nuk kemi dakord për faktin e shpronësimit dhe vlerën që na kanë sjellë. Pse nuk jeni dakord? Sa është vlera e kësaj drone në tregun sot? Atëre Sa ka qenë konsiderë që ju keni? Atëre vlera e këtij objekti me një fjalë, po ta gjykosh në tregun e lirë sot dhe nuk po flasim me zona siç e ka pasur qeveria me një fjalë sipas zonave dhe çmimet e tregut. Tregu këtu të pyesin me një fjalë mbi lokalin ton. Të marrin nga kati parë deri në katë 8 që qeveria me një fjalë sot i di çmimet e tregut të pyesin, ne me një fjalë nuk na kanë gjykuar as me 0,1% e asaj që ka dhënë, që ka tregu sot. Dhe tregu sot me një fjalë në katë pare ka 4 dhe në 4.500 metri katror dhe në katë 8 me një fjalë kam 900 euro metri katror. Po për metrat katror a janë llogaritur të qenë metrat e sipërfaqes që posedon? Si metra katror me një fjalë këtu nuk është gjykuar as gjysmë e pronës, sepse e kanë filluar me një fjalë këtë punë brenda muajit pa na pyetur fare. Kanë mbajtur çka kanë dashur kanë marrë dhe kanë vendosur ato që kanë dashur ta. Dhe me sa po kuptoj me një fjalë këtu nuk është sepse ne na prek një lungomare që zotërinjt në fjalë me një fjalë na kanë sjell fletën që na prek lungomarrja. Këtu me një fjalë diçka fshihet që ne sot këtë që po pësojmë me një fjalë do ta kalojmë me dhimbjet siç po e shikoni dhe ju vetë. Ne do presim se çfarë zgjidhje do bëjnë këta zotërinj që kanë gisht të kjo punë. Ka pasur një projekt të fillestar të Lungomarrës në cilin nuk parashikoi prishje këtyre Absolutisht. Ndërkohë që studimi ka kaluar që pse i rikthehen, ka interese sipas jush? Atëherë me fjalë ne na vete mendja sepse po të na prekte dhe do na kishin bërë nder të na ishnin kur e nxorën projektin e ri, sepse nuk do na linin dhe 3 vjet të tjera të investonin dhe të na shkatronin me një fjalë duke paguar shtetin që dhe para 3 ditëve që prun fletën në bashkia na ka prur taksat me një fjalë që na takojnë dhe 3 vjet humbura me një fjalë në bazë të kushteve që jemi në investimet që po bën pushteti lokal apo qeveria, që ne jemi absolutisht me fjalë zero në puna dhe ne investimet i kemi njësoj, në dash me fjalë na punojësit që lekët i duan, dash na shteti që lekët i do, ne me fjalë jemi referuar projektit të parë. Projekti i dytë me fjalë nuk mund të vi me fjalë brenda një muaj apo 20 ditëve të bëj një projekt të ri qeveria dhe ne të na heqi brenda 3 ditëve. Po për tek kësaj, ky projekt nuk është një projekt urgjent, edhe ju ndërpresin mesin e sezonit turistik. A ju dëmton një projekt? Absolutisht po. Sepse në këtë sezon unë jam përgatitur me një fjalë që të kaloj këtë 45 ditë që ne dim shumë mirë se sa funksionon me fjalë turizmi, jo turizmi shqiptar, po turizmi vlonjar. Dhe turizmin e Vlorës me fjalë e kanë shkatruar ndër vite. Dhe vazhdojnë ta shkatrojnë akoma. Ne me fjalë i kërkojmë prap këtij pushteti lokal apo qeverisë që mos ta ndërmarrë këtë nismë që ka bërë për 3 ditë me fjalë, ta shty të na japi kohë, sepse gjithë ky objekt me fjalë nuk mund të iki për 3 ditë dhe zotërinjt e din shumë mirë. Të paktën me fjalë të shty kohën që dhe ne të marrim një masë për punën tonë. Çfarë do të kërkoni sot në rast se do të vinte kryeministri dhe kreu i bashkisë që keni kërkuar pak më parë në përballjen me ekonomin? Do t'i kërkoja të gjitha arsyet e këtyre letrave që na kanë prur dhe të më tregoj absolutisht me fjalë projektet përfundimtar të kësaj lungomare, sepse këtu nuk ka akoma një projekt përfundimtar. Dhe të na japi llogari me fjalë që çfarë do bëhet nesër. Apo të më japin një fletë sot që po më vim për prishjen dhe të më afirmosin që ky projekt është përfundimtar dhe këtu nuk do ketë më objekte. Do të ndërmerrni hapa ligjor për të kundërshtuar prishjen e objektit? Absolutisht po. Sepse nuk jemi dakord as për ikjen nga ky vend, sepse kemi ardhur fëmijë vetë dhe jemi bërë me fëmijë. Dhe nuk kemi ku të shkojmë me fjalë
sot që kjo qeveri punohet në rrugë. Po, në shtyra fatë 24 orë, nëse dhe livroni ju objekte? Absolutisht shtyjo, se s'kam si të liroj. Për 24 orë, unë sigur të bëj një dollap, se i do të vë, jo të esh gjithë biznes me i fjellë ku ta transferoj, ku ta qoj. Mos mi ka ma parasysh as për objektin, jo më për qa kam brënda. Që që s'kam as kohë, as mundësi.